Ky emision përmban vendosje të produkteve. Zonja dhe zotëri, mysafirë të nderuar, nuk jemi në dënë, po jemi çka ka me hongër. Ka një javë në gjatë, prej me e di çka keni me hongër prej naimit, le të foli vetë, s'ma vërmanja që keni hongër një sanë. Mos i hani recetat, hani ushqimet. Provoni, shpresoj se do të shpëtoni, mas këtij saj. Përshëndetje të gjithëve, mirë dita sot. Nesër 5 ditë me radhë do të gatuajmë për ju. Do të gatuajmë për ju. Faleminderit. Dojna me fillu me një herë apo receta, a e din ti që kam i kjo receta jo? Jam duke dëgjuar se dhe unë jam në kurs. A, në kurs, një që po e prana. Lapsi, e hedhim ose pak telefonit. vaj ullire, sepse do ta fërgojmë një qep. Jo shumë vaj. Qepën e këna bu hazër edhe... Miri, unë jam asistenti jotë, veç tuj, ma jep këtë. Ua. Po. A një gjem a një lukë të mirë pra drunit, nëse më nësh? Një lukë të mirë drunit. Një lukë të mirë drunit, gjema? Bravo. Mos ljep edhe ti shumë gjona kështu të rrifi. E po tash, apo do me hongër? Apo do me hongër? Okej, na duhet me prit fake deri sa të fërgohet qepa. Masi të fërgohet qepa, do t'ja hedhim, qa shikona? Kjo është presh apo purri? Purre, bravo. Janë një 2 purre, jo shumë të mlaj, sepse pas pak do t'ja hedhim edhe pak spinaq. A ke po hazër? Spinaqin e? Po. Po, gjeti ki hazër, unë i kom përgazit, jam qurë në sëfër, pej se fyri jam të punu në... Të punu, të i bu hazër. Një shumë. Në që ty në shqythojnë. Petër bullakta, kanela, Një bre, bravo, valo, të shpia kur shkojna harqen ti mas pari kine ble. me pas... A e dini njerëz kur e kum qitë naimi një herë njërë me ble pak harq. Edhe ato, ja dishfar harqe, i kum thonë ble keqap, edhe dishka tjetër kum arru. Edhe zarzavatet ndryshme. Po, mas 3 minutave që kam rite te shitoria, më ka thirrën telefon, e dita që nuk po de. Tha, keqapin a me ka pak të kuq, a me ka pak të kaltër, a me ka pak gjelbë. Prej asaj ditet gjithmonë e blej harqen vetë, kështu që nëse unë nuk blej harq, këta mesin pa hongër. Tash me ka mundësu vajberi e qelim kështu dhe si qëjmë. A me morë që të noa që tjetërën? Po të s'po shkon atë të veni heq, për a me mora mos me marë, po nejse. A bja qëtë që ta, a bja qësë? Jo qëtja që është du të mjasit, unë për mësona. Mësua shumë. Për dire sa këto i fërgojmë së bashku, furën e kemi lëshu mu ngro, sepse pastaj specialitetin do t'a fusim edhe për një 15 ose 20 minuta në furën, varësisht për temperaturës. Tash? Dhe përzije. Qa është? Bravo. Kjo është profesioni im sot. Me t'lonë ty mi qitë kryp, s'jam fort e sigurt, a mujna me hongër ma ndej? A kryp, a krip? Kryp. Apo edhe kryp, edhe krip. Është mirë mi pas se ka shumë biseda në Kosovë për definimit të fjallorit gjuhës shqipe. Sa ma shumë fjallë, qash ma mirë. Veç të huazuar ajo. Për shambull edhe purri edhe presh është mirë. Të dyjat me përdojnë. Nëse të thojnë në Shqipëri presh, i merë vesh që kanë fjallën për purri. Nëse të thojnë Kosovë, purri. Po, e ata Shqipnis kur të vinë në Kosovë me lyp presh, a mundet i kosh? Me ju një mu? Dy parë do të me ditë, është begati kështu. Je i pasuruar. Çka do të mi botash me prit? Përzi, vëlla, do shme prit diri sa të përgohet të zbutën pak najmëve që i pa dhe purine. Okej, tash ka ardhur momenti. A din pse gratë bisedojnë gjatë të ditës, se ndryshe nuk kalon koha këto. Kush është nga te? Një grua, po? Po, një grua. E ku përgëzëm e folti për grua? Po flas keq, po disa gratë janë të këshyrë në atona. Gratë edhe flasin, edhe punojnë. Shumë mirë.
zhvillohet shisa tjetër e percepcionit kështu të dy fisht për nere. Po, kjo do të thotë që gratë janë shumë zonjat. Apo? Ju keni edhe shisën e 6, të dini edhe çka po bën burri në qytet të ne. Po, vallaj. Me mos me ditë që ato na desëm, kur të vini të shtëpia na gjoni dekta. Pi qesim spanaq, vish mos harroni që edhe durët i kemi të pastërta, spanaqin e kemi pastru ma herët, e kemi bile, e kemi tha, e kemi terë, se nuk është mirë me qenë spanaqi i lakt, se na lëshon shumë ujë brenda, na nevojitën jo shumë minuta. Do të thonë spanaqi ju dini krejt që shumë shpejt bëhet, për një 3-4 minuta e kemi të gashëm. Edhe pas spanaqit, pas 3-4 minutave do t'i hedhim pak na im qashita. Ojka? Bravo. O, sa mirë mësën tje. Kur donë. Edhe ja hedhim pak ojk, jo shumë, e shohim pas pak në bazë të sasisë që i kemi këtu me presh, me qepën edhe me spinaqin. Shumë mirë, përzije pak disa bjona, jo e pas na ofru këtu afer. Përzije me kujdes. Edhe këtë? Po, krejt. Zakonisht kur i hidhet ajka, nuk ka nevojë shumë pastaj për të qëndru mi zjarë çfarë do lloj gatimi ose specialiteti që jeni duke e bërë. Qoftë në sos apo edhe diçka të tillë. Këtu e kemi bërë gati tepsin e qelqet që është rezistente edhe ndaj temperaturës. Duke na ka gjetë na ime. Shtatë në largu. Mi pas bilugu e mosh edhe une? Jo, po, të filloj pare. Jam kurreshtare me po. Qite qatë fërtirën qitu. Po, luga mina në largu. Për momentin. Edhe, ti përdo njerë më pa mu. Po. Okej. Veç nështë ta duhet me ndru dorën pak, se kontrabondjan. Qëka duhet me mush mine? A kiti një ide tjetër? Gjeta dhe një lukë tjetër. Me vesh lugës. Okej. A përse që kanë herë krynë punë dhe bishti. Isha duke thonë që njeriu kalon nëse disa që e kanë të programuar me ngrënë me hangër 3 herë, mirë është 5 herë, në ditë, këtë me i bojë janë 5 orë, veç me ngrënë. Po bota tjetër, një pjesë e madhe, 100% tjetër shumë e madhe, e njerëzve në botë kalojnë kohën duke përgatitur ushqim. Do më thonë, është një industri shumë e madhe, që kur të llogaritsh për çka, nuk është për ndërtim, as për poshtë, për me ngrënë njerëzit, me ushqy njerëzit. Kurse di qa ke thonë, se si më konë të nguhesh. As po të gëna drejtim, se unë po teoretizoj knejti, kalzoju aty në qamë bëhti. Okej, vazhdojmë procedurën e një, derisa ta mbushim tepsin plot dhe pastaj e qesim në furrë. Ndërkohë ju tregoj procesin e fundit krejt me pak kaçkavall të grirë, sa mi dhonë edhe shije, po edhe pamje të bukur. Ndishni pak marketing ju, që të mos mërziteni dhe... Apo duket vetja mjeshtëra? Disa gjëra nuk janë për ty. Mjeshtri ofron riparime dhe pastrime gjenerale, mirëmbajtje të rrymës dhe frigoriferëve, mirëmbajtje të nxemjes dhe klimatizimit, mirëmbajtje të ujit dhe lavatriçes. Mos prit, thirrë mjeshtrin në 757575. Mjeshtri është për këto punë. Tregoju njerëzve ka të tepsin, po që sa i kemi miri ka mbush na e janë të renditura mirë, po. edhe do ta fusim në fund. Edhe pak. Ha? Do t'i fusim në fund, apse ju qeta edhe për mi, ha? Po do t'ja hedhim pak për mbi, edhe pak ansoreve, anash, po mos harroni që tu kam qitë edhe pak ajk, masi i kemi mbush këto. Okej? E kështu edhe pak ajk, ha? Po. A je sigurt? Shumë e sigurme, mos të tot. Në rregull kime kon edhe ti edhe Kristofi.
Gjithmonë pyetja e zonjave bëhet, çysh mundet muzicë kjo? Mos me mete fort. Po. Si puna e petës lazanjës. Pse është e fortë kjo? A është petë edhe kjo apo Po petë është normalisht nga në disa raste duhet me kap edhe me vunët e ngjera, me zi pak, me zbut. Që mos me ekzistu rreziku me mbet e fortë apo e paziet. Po, me që e kemi mbush pak a shumë edhe me ajë, këto do ta marrim shihen e njëjtë, si lart si poshtë. Okej? Po vesh me çun në furnën. Kujdes. Temperatura në furrë shumë e lartë, do të më zbrit pak, veçse më 200 gradë. Pas në 15-20 minutave jemi okej. Para se kaçkavallin me prek me dorë, gjithmonë preferohet. Ne mjek kështu duam që t'i gajmë dorë shpejt. Po, a? Po. E di çfarë shabuna? Jo, i kam lani herë. Domethënë derisa të kryhet ky proces, i lajm dorë disa herë. Disa herë, po mirë ti. Është edhe okay. Duhet me la është mirë shumë herë. Ja këtu e jo, se e kam rregull. Kaçkavallin. Si quhet ky proces? Çka i bëj? I bën në rende. Të kështirë. Po isha le mamu. Ja u qesim pastaj 3-4 minutat e fundit ose më pak para se me nxjerr furrës specialitetin që unë hala ende nuk e di ç'e ka. Boll. A boll është, ha? Po, pas më. Mirë është. Tash ka momenti me nxjerr prej furrës specialitetin për mja qit pak kaçkavall. Kemi kalu në një moment tjetër. Në një moment tjetër mua, që edhe nëse djegna mu djegon e jote. Okej. Kujdes, se në me ke ku djeg. Veç pak. Okej. Aroma këto është fantastike. Kush është adhurues i preshit, sidomos se dominon pak më shumë si shija. Kurrinit, ha? Kurrinit, po. Nuk do t'i qesim shumë kaçkavall. Qënë ma furrën të me bërë ma gati, edhe 2-3 minuta dhe specialiteti është gati. E hapim furrën. Po. Tash, me marë. Fusim vjerën, edhe që fusim vjerën, marrim këtë. Fusim njeri. E mbylli furrën? Po mbylla, veç kujdes se është ajë hekur. Mirë. Kjo është pamja që e ka marrë. Dikush ka qef me reshk pak ma shumë, po ma mirë është qishta. Okej? Tash do ta bëjmë edhe servimin. Gjithmonë problemi më i madh është tek servimi kur hiqet edhe nxjerret shumë e nxehtë. Do të me lum pak me pushu, pastaj me e marr. Muj mi qit edhe pak si për dekor. Qa po do t'jetë një qit? Ju që e provani, ju bëftë mirë. Edhe që ju ka pëlqy, ju bëftë mirë. Kjo është receta ime.